faleminderit që jemi ne në këtë bisedë ekspert e komunikimit, edhe ku ka më bukur se sa na doli rasti për ta nisur me atë që mund ta quajmë gafa e kryeministrit ton. Shumë faleminderit për ftesën një herë. Kënaqësi shumë e madhe që t'jem prezente dhe të diskutojmë për çështje të rëndësishme të komunikimit. Është e sikletshme kur fillon kështu me pikjat shumë të lartë një herë. Jo, shiko, nuk është se duam, e kupton, dalim vetë, ne nuk mund ta neglizhojmë. Jam shumë dakord. Ideja është që unë mi mendoj podcastet, dhe sidomos një podcast si ky, si hapësira të shenjta. Dhe kur i referojmë si të shenjta, kam në sensin e asaj çka neve u ofrojmë dëgjuesve. Edhe do ishte shumë e kollajt për të dyja ne, si ekspert komunikimit, lektorit komunikimit, që të thuash të përqafonin viralitetin që kjo gjë shkaktoi. Por mendoj se duhet të mbetemi standard atyre parimeve që ne kemi mësuar që në fillimet e shkollës dhe çdo situatë komunikative, sado e guximshme të jetë, ta gjykojmë brenda atyre kontureve teorike dhe praktike të studimit të fushës. Që do të thotë, gjithmonë kur diskutojmë për diçka ose japim një gjykim në këtë rast mbi komunikimin politik të një lideri si lideri jon i nderuar zoti Edi Rama, duhet kemi parasysh gjithmonë kontekstin edhe kontentin e asaj që prodhohet. Dhe në këto terma, unë do të guxoja të thosha që zoti Rama duhet të ishte treguar pak më sensitiv, pak më i ndjeshëm për të kuptuar, duke qenë se ai është, le të themi, ne e quajmë si një komunikator të zotin, të jetë edhe njohës i mirë konteksteve dhe asaj çka në një moment duhet thënë apo jo. Sepse duke filluar që nga kontekstet mikro të një mbledhje të vogël njësie, apo deri në kontekstin ndërkombëtar, rregulla që aplikojnë në komunikim është një, që sipas vendit neve duhet të bëjmë edhe kuvendin dhe për të kuptuar pra se çfarë kërkon ajo arena, ai summit në atë rast. Dhe ajo që ndodhi është paktën nga mbulimi mediatik që unë parë sot, është që u tejkaluan pothuajse fare mesazhet e rëndësishme politike që dolën nga summiti dhe u përqendruan te kjo situatë. Which is good, domethënë është e mirë në termat të prodhuarit lajm dhe viralitet, por në termat të asaj që ne duam të prodhojmë, pra një përmbajtje cilësore e cila e ndihmon audiencën të kuptojë më shumë mbi vendimmarrjen në këtë moment kaq të rëndësishëm siç është Shqipëria, besoj se këtu u çedua pak. Me dashje apo pa dashje ne nuk dim ta themi, mund ta aludojmë shumë gjëra, por si të thuash viraliteti një momenti i hëngri, si të thuash vëmendjen atyre pikave të rëndësishme që ishte summiti. Dhe këtu unë nuk dua me që podcastin na e lejon të mos bëjmë ping-pong dhe unë nuk dua të zgjoj pak tenis, nuk bëjmë pak tenis. Ideja jo për të qëndruar politikisht korrekt këtu, por për të qëndruar asaj që quhet fashës dhe pozicionit që le themi statusi ose le themi ajo çka neve ofrojmë na imponon në një farë forme. Megjithatë, Irina, dy momente. E para ndodhi gjatë një momenti pushimi mes tyre. Po. Pra se nuk ishte një komunikim në tryez. Po. Që tek e fundit në pikpamje të formës edhe është e lejushme, për shembull ne u takuam pak më herët së bashku, bëm edhe ca batuta patjetër. Po, një ndër të cilat ishte edhe që unë nuk di të jap makinë. Po zoti themi gjithë se çfarë bëjmë, se pastaj shkelim dhe ne privatësinë tonë, si thua. Trend kjo është të dim what behind the scenes. Patjetër, kjo përbën lajm atje. Dhe e dyta, një shqetësim pash të Ramës. Pra me reagimin e tij pas këtij viraliteti, gjykon që ka qenë i shqetësuar për faktin se është i njohur edhe për vlerësimin që ka bërë për presidentin Trump, rrezik për demokracinë etj. Është i shqetësuar se si do të jetë marrë nga Trumpi kjo gjë, është i shqetësuar jo realisht i shqetësuar, po e përdor si pretekst që të jetë në qendër të vëmendjes apo çfarë? Duhet të ndalim dy momente këtu. E para është ajo në vijim të asaj logjike, pra çfarë ndodh para skenave. Neve mund të bënim shumë aludime këtu. Edhe nuk mund të jemi kurrë të sigurt se çfarë ka shkuar në mendje kryeministrit në atë momente.
ne mund të analizojmë gjuhën e trupit dhe mund të marrim mesazhe, mund të lexojmë kontekstin e kështu me radhë. Ideja është unë do preferoja që këtë mesazh të komunikimit, pra neve ta analizonim vetëm në atë aspektin komunikativ dhe kur flasim në aspektin e ndikimit të politikës së madhe, besoj se kjo del veçanërisht del dhe për te ta agritim, se unë nuk jam politologe dhe nuk do të doja të hamendësoja gjëra mbi politikën e madhe. Por, i vazhdoj të mbetëm asaj që thash në fillim, që duhet jemi të kujdesshëm si lidera, çka le themi elementi kyç në cilin na dallon është komunikimi, pra lideri mbi gjithçka komunikon. Këtë aftësi, të cilën Rama e ka, ndonjëherë duke e rrotulluar shumë fort, ose duke përdorur më fuqishëm se ç'duhet, ka efektin e kundërt. Ka ndonjëherë efektin e kundërt. Ndaj këtu është ai momenti ku liderat e mirë janë vigjilent dhe kuptojnë që shiko, jo gjithçka që unë bëj mund të shkojë në çdo kontekst apo në çdo moment. Se ju e thatë shumë mirë që ishe konteksti një shakaje, pra ishe pushimi midis dhe thuash okay, po ndërkohë i gjithë frejmi i madh, politika e madhe që po bëhesh aty, e lexon krejtësisht ndryshëm komunikimin dhe një nga ato elementet e tjera të komunikimit që neve diskutojmë, pra është kultura, është konteksti, është edhe channel, është edhe kanali i komunikimit, edhe duket sikur këto për një moment i qartë Rama se që përballë kamerën pra. Po në shfaqësimin e tij ai tha të kundërtën, pra si u bën emër të viralitetit, kështu ai u justifikuar. Ishte krejt përballë, kompozimi i planit ishte përballë dhe ai kam përshtypjen kanë qenë kryesisht i ndërgjegjshëm që përballë ka pasur një kamerë. Ose një telefon me çfarë është regjistruar, nuk e di. Unë thash, edhe një herë ne mund të aludojmë dhe hamendësojmë shumë mbi motivet e tij, domethënë për çfarë ai e ka bërë, dhe në skajin e këtyre aludimeve mund të shkojmë deri tek ato më puritane, deri tek më perverset, por është shumë e rëndësishme që në hapësira këto që si këto të japim ato konkluzione të cilat ndihmojnë audiencën për të kuptuar më shumë. Dhe ajo që vlen për të thënë është që po, në çfarë do lloj niveli jemi, lidera të vegjël apo të mëdhenj, duhet të lexojmë shumë mirë kontekstin, sepse ndonjëherë një batut, një mesazh, një mimik në këto arena ndërkombëtare dhe një spil që mund të ketë vendosur dikush, mund të ketë përçuar një mesazh, atëherë ndjeshmëria duhet jetë dhe vëmendja dhe kujdesi duhet jenë të dyfishta. Njerëz jemi por domethënë duhet jetë i qartë që çdo lider shqiptar që skena ndërkombëtare nuk është skena shqiptare. Çdo lider, çdo njeri duhet të kuptojë që skenat në të cilat ne komunikojmë janë tërësisht të ndryshme. Ato që ne i themi shpesh herë në familje, nuk vlen që t'i themi në botën jashtë. Edhe këtë vlen si për celulën tonë familjare, apo dhe për atë kur shkojmë tek krushia, apo te vjerria, apo tek farefisnia e largët. Këtu përshkazohet edhe niveli i mesazhit. Irina, më bën përshtypje që shoh një përkujdesje në përgjithësi, jo vetëm të Ramës, por edhe të eksponentëve të tjerë rreth tij që ka zgjedhur ose si krau i djathtë ose shumë afër, po themi zonja Balluku. Do me thënë me batuta tipit jemi fisi bukur, ose shoh një problematik, nëse mund ta quajmë, ose një lloj përpjekje edhe deputetëve të tjerë, po themi zonja Zezhine Çausha, e cila po mundohet të ndryshoj formën e saj të komunikimit dhe regjistrin, por nuk e dim se sa por sidomos se zonja Balluku shoh në komunikim, po flasim gjithmonë. Po jemi në komunikim patjetër. Një shkujdesje për të thënë edhe diçka që mund të keq interpretohet. A është kjo një tregues që se kanë problem, se kanë gjitha pushtetet dhe mund të thonë çfarë të duan? A është një konfidencë më e madhe që ta kanë krijuar, apo është një tej lodhje? Ne të dyja e dim shumë mirë kur lodhesh se sa e vështirë është komunikosh pastaj, sepse ti nuk je më aq alert ose aq kujdesshëm ndonjëherë dhe për fjalën që lëshon se je i lodhur. Supozojmë në fund të ditës, pasi ke punuar 8 orë, pasi ke komunikuar 8 orë, ti thua, u lodha tani, nuk du të flas më. Po. Këtu duhet hym pak në leksion. E shiko, mos hym shumë se na mërzit audiencë. Jo në leksion të teorive makro, por është shumë e rëndësishme të ndajmë disa definicione, sepse
unë kam një merak shumë të madh kur komunikoj në publik, edhe prandaj dua podcastet sepse të lejojnë të thellohesh pak dhe nuk e ke atë presionin e të thëni gjërave shpejt. Prirem shumë edhe mendojem shpesh herë, edhe do ta them që tani që ndonjëherë do dal dhe në atë aspektin personal time se ç'ndjej, që kur reagojmë mbi çka ndodh në hapësirën publike shqiptare, të mos jemi thjesht reaksionar, pra të themi diçka për hir të as që po thuhet dhe po gëlon zhurmë. Por në profesionin që ne kemi, me njohuritë që neve kemi ndërtuar, të jemi të kujdesshëm që të jemi proaktiv në sensin të sjellim disa mendime ose disa argumenta të cilat mundohen ta pasqyrojnë më mirë dhe ta kuptojnë më mirë realitetin. Nëse do kalojmë nga ajo pika në të cilën e nisëm diskutimin dhe të dalim në terrenin shqiptar, nëse neve fillojmë të aplikojmë teoritë ose le të themi parimet e një komunikimi të shëndetshëm politik, ne jemi ku thërret qameti. Pse? Dhe ku thërret qameti është sepse e para ka një kakofoni të jashtëzakonshme, dhe ajo që unë e vëre dhe le të themi është pjesë edhe e kërkimeve që janë duke bërë, ajo që po shoh duke nisur nga lideri dhe më pas duke shtuar tek le të themi duke zbritur dal nga dal tek gjithë të tjerët. Duhet të bëjmë dakord për diçka. Rama është një komunikator karizmatik, është origjinal. Dhe kjo është diçka që e ka dalluar në politikën që e ka sjell që në fillesat e tij. Edhe besoj se ai ka qenë i vetëdijshëm për një element ndryshe nga gjithë politikanët e tjerë për ndërtimin e brandit personal. Pra e ka kuptuar që duhet të punoj fort me imazhin, sepse le të themi në terren antropologjike si ky i joni, të cilën ne jemi të lidhur kulturalisht me figurën e liderit. Ka qenë kështu gjithmonë, është me zhdheu që priret të jetë i tillë. Ai kuptoi që figura e tij do të ishte, nëse donte të bësh një politikan i rëndësishëm, duhet të investonte tek ajo çka lidheshe me kauzat e tij, pra brendi i tij personal, historia e tij personale. Dhe nëse ka një gjë që Rama e ka punuar fort, le të themi, është pikërisht kjo. Dhe kjo në terma të komunikimit është e mirë. Problemi është se midis nevojës së tij për të qenë karizmatik, unik, por dhe flirtimit në thonjza në disa arena kombëtare, rajonale, ndërkombëtare, disa mesazhe humbën në përkthim. Dhe ajo se si e shoh unë to 4 momentet politike të Ramës, i shoh më përputhen shumë mirë me teorinë e 4 fazave të Jean Baudrillardit tek teoria e tij filozofike mbi simulimin dhe simulakrën. Dhe çfarë thot Jean Baudrillardi dhe që imponohet shumë mirë tek teoria e medias ku jemi ne. Faza e parë thot Baudrillardi, dhe unë kam bajt disa shënime sepse janë të rëndësishme dhe vlen shumë për Ramën, është ai reflektimi i realitetit. Dhe po ta shohësh në mandatin e parë të Ramës, në 2013 deri në 2017, Rama ishte i vërtet. Pra, po komunikonte mbi problematika reale të Shqipërisë. Dhe le të themi që në atë mandat të parë ai ka zgjidhur dhe ka vendosur disa çështje përpara. Dhe kjo lloj, le të themi, konkretësie vihesh re në të gjitha mënyrat se i vepronte, çështjet me të cilat u mor dhe le të themi gjithçka që ndërtoi rreth vetes. Në mandatin e dytë filloi e përpjekje e distortimit të realitetit, e ndryshimit të realitetit, aty ku PR-i filloi të bëshe, domethënë rilindja, filloi pak nga pak kalonte në kryesje narrative dhe të paqëna. Dhe të paqëna, pikërisht, dhe kjo është ajo faza e dytë e rrezikshme. Dhe në këtë moment ti e shef që ka një shkëputje nga realitetit e mandatit të dytë Ramës, po still kishte disa gjëra bazike që Rama po fokusoheshe dhe le të themi, ky ishte gjë e sigurt. Mandati i tretë pastaj ishte ajo që Baudrillardi e quan pretending to be real, pra të pretendojmë që jemi të vërtet. Rrshqitja totale do themi. Jo, ideja është që aty neve duke projekti digitalizimi, këta projekte digjitale everywhere, satelite, aeroporti e kështu me radhë, të gjitha këto janë gjëra të cilat po flisnin për një Shqipëri futuristike, e cila imponoi në debatin publik, le themi me zor që ne të flisnim për këto gjëra, dhe sepse kjo është e bukur, kjo është fuqia e brendit personal. Rama arriti që 2 mandatet e para, duke rrekur gjërat e vërteta, njerëzit asociojnë që ky bën punën, por nuk i bëri ky, nuk kush do t'i bëj tjetër, kupton? Dhe në të njëjtën kohë Rama në nivelin politik çfarë bëri? Gjatë kohës që bënte këtë
lidhjen, atashimin konkret, për shembull, protesta që ndodhi për armët kimike në fillim të mandatit të tij ishte një spin i jashtëzakonshëm. Dhe ai bëri një connection me audiencën, shikoj, e mori një vendim bravo. Po ne si specialistë të komunikimit e kuptojmë shumë mirë se si veproi Rama aty. Pa ai është një moment ku shenjon kthesën po të kemi vëmendje. Dhe çfarë ndodh në të njëjtën kohë në mandatin e dytë dhe mandatin e tretë, ai u filloi të atakonte opozitën në ligjërimin e tij. Po për shkak sepse komunikimi është dhe psikologjik, njerëzit e kishin krijuar afiliacione me Ramën. Dhe e kishin krijuar atë idenë subliminale të fshehur, shikoj, Rama kur e thotë bën më. E kupton, po se ai dhe filluan ta hanë, si të thuash, në thonjza, domethënë atë idenë, shikoj, opozita nuk bën asgjë. Dhe në një farë mënyrë, pavarësisht se opozita mund të ketë kaluar gjithë ciklet e veta dhe nuk kemi këtu për të diskutuar mbi politologjinë e opozitës, në nivelin komunikativ është krijuar një ide, pra po flas ajo ideja komune e zakonshme, për çfarë flasim është që këtu është vetëm Rama dhe opozitë nuk ka. Por ideja është kjo krijon një bindje e cila nuk të lejon ty dhe ne që mund të jemi elektorat gri, ose të pa identifikuar politikisht, por që kemi kauzat forta që duam të mbrojmë, themi, po prit se kush do të na dëgjoj. Ndaj, në termin të qenit reaksionar, thash, është shumë e rëndësishme që të paktën në pozicionin ton teorik, profesional, të themi ato të vërtetat tona, pavarësisht se njerëzit e i marrin dhe interpretojnë siç duan. Dhe te faza e 4 pastaj që jemi tash dhe sa kemi hyrë, që përkon dhe me mandatet, pra. Dhe me mandatin dhe filloi qeverisjet. Prandaj thash dhe është në perfekt kjo analize e Bodrialit, është që ne tani kemi hyrë në simulakra komplet. Sipas Jean Bodrialit, simulakra është që ti nuk ke asgjë në terren, domethënë shpella e Platonit është nga e vërteta totalisht e ndarë, dhe ti flet për ëndrat futuristike tani, po jo futuristike të afërta, po shumë të largëta, të cilat ti duke nga ajo piknisja e parë e lidhjes duke sikur vjen të jenë të vërteta, dhe po ta shohë që te fushata filloi, pasaporte europiane, integrimi europian, kriptomonedha. Pra, gjithë kjo është një diskurs, po ta kuptojmë, është një diskurs shumë futuristik, i cili nuk bazohet asgjë konkrete, shqiptarët nuk i kanë parë, le të themi, kanë prekur me dorë këtë fakti, po duke qenë se janë ide shumë të mëdhaja dhe tingëllojnë dhe shumë të bukura, janë joshëse. Kështu që në këtë fazë të komunikimit politik të Ramës, ka shumë pak komunikim mbi atë çka ndodh realisht në Shqipëri, mbi situatat konkrete të problematikave që kanë, dhe kemi një simulakra të realiteteve imagjinare që do të vinë në Shqipëri, që okej, ne i mirëpresim se integrimi europian është një ëndër shumë e madhe e Shqipërisë, por në anë tjetër dim që është një proces shumë i gjatë teknik që kërkon është lodhës, për cilin shqiptari i zakonshëm dhe them atij që nuk është interesuar të di se cilat janë kapitujt e akis, nuk gjen një pikë kontakti, paktën në këto 4 vite të qeverisjes, po themi. Pra, sepse është të flas ta kesh pikën e integrimit aty, është si ti të tjerësh për një gjë që në avar që do ndodhi atje. Edhe kjo është shumë e kollajt, sepse ti as fajtor nuk gjen. Pikërisht. E kupton si thojnë, po kish procesi, pra. Ne punën tonë po e bëjmë. Po procesi ne i hapim kapitujt, po se kur do përmbushen është gjë tjetër. Kjo është një truk shumë i madh që neve kemi rënë të gjithë, ndaj them që edhe neve si do ta quaja veten kërkues në fushën e medias, pikërisht, dhe jo thjesht ekspert se mund na se është krijuar ky inflacioni. Inflacioni i ekspertizës. Ekspertizë do kushdo i quajmë veten ekspert, kështu që ne jemi në këtë pjesën e kërkimit metodologjik dhe teorik të gjës, e shohim që kjo është një kështu scapegoat aty që më hapësirë midis tyre dy dritave që mund ta qellojnë të gjithë, përgjithësia ajo s'mban. E paka shumë ngjashëm si diella që na ka ardhur si dhuratë, që është një tjetër koncept që i shkon asaj që un po them, pra simulakrë së një realiteti që ne nuk e dim se ku është konkretisht, pra ku është baza faktike. Futi dhe një gisht tepër diellës, sepse duhet që populli të merret me gishtin shtesë të diellës edhe të vazhdojmë te diella, po mendojnë që është pikërisht prej kësaj shkëputjes nga realiteti edhe ajo vështirësia që u duk hapur te fjalimi në asamblenë e PS-së së Ramës. Sepse
bjem dakord që është komunikator shumë i mirë, por më duket sikur ka një rënje në cilësi të atyre që komunikon. Është për shkak të vështirësisë se nuk ka çfarë narrative të ushqej tani, apo është lodhur. Është lodhur dhe Shiko, 16 vite në pushtet janë shumë. Do me thëmë, po themi pra dhe... do shkoj 2040 prapë PS-ja. Unë shpresoj të më, do me thënë, disa gjëra që thuen mos bëjnë gjithmonë realitet. Unë nuk besoj se krijohet realiteti nëpërmjet jam shumë dakord, Zoti tha dritë dhe u bë, po shpresoj që në këtë rast mos jetë e vërtet. Dhe jo për bindje politike apo ideologjike, po për shkak se alternativa dhe ndryshimi është një cikël konstant, është një cikël konstant i njerëzit. Edhe kur neve shkojmë kundra kësaj gjëje, pra që e vetmja konstante është ndryshimi, nuk i bëjmë mirë vetes tonë. Kështu që në vetëm është qasje dhe parim filozofik që unë kam dhe në jetën time dhe e proklamoj në çdo sferë. A është lodhur Rama? Patjetër, thash pushteti të lodh, por ajo që komunikimi ka diçka, ose le të themi Alistair Campbell, që është një nga këshilltarët e tij, ose të paktën kështu thuhet në opinionin publik, nëse nuk e dim nëse mund të jetë edhe mit urban, kjo nuk e dim këtë gjë. Edhe mund të jetë, Po, edhe mund të jetë. Edhe mund të jetë, nuk mund të jetë, edhe mund mos jetë. Ka qenë, po. Po. Ai ka një libër shumë mirë për fitimtarët flet, në cilën ka përfshirë një kapitull edhe zotin Rama te botimi, edhe kur Rama flet për punën në skuadër. Ai libër flet për tre elemente shumë mirë, flet për objektivat, flet për strategjinë, flet për teknikën në komunikim dhe një le themi një vizionar, një lider ose një fitimtar thotë ai di të bëj shumë mirë dallimin e çfarë do të arrijë, e strategjisë që do të ndjek dhe teknikave që do të përdor, por ai bën edhe një dallim shumë të bukur, kush është udhëheqësi, kush është luftëtari dhe kush është talenti. Në komunikim. Edhe thot ai që le themi skuadra që kanë fitimtarët duhet të kuptojnë, ose nëse do të jesh fitimtar në jetë duhet të kuptosh cilin nga këto role janë. Ajo që unë shoh te Rama, nëse do bëjmë një analizë të tjerë, që Rama e dinte që ishte talent. Të gjithë ne kemi le themi një del personal që na dallon, edhe në terma të karizmës personale politike si lider, për shkak të figurës që kishte ndërtuar, Rama e kishte një tillë. Dhe le të themi ai u imponuan në politikë si një talent, pra një frymë e re. Por ndërkohë gjatë rrugës kuptoi se si talent nuk mund t'ja beson të udhëheqjen të tjerëve, sepse po ti je talenti, duhet vazhdosh mbetesh talenti. Ndërkohë dal nga dal Rama doli në rolin menaxherial të udhëheqësit. Dhe në këtë luftë midis udhëheqësit, luftëtari nuk e di nëse ka vendosur ta bëj, pra udhëheqësit dhe talentit, po fiton udhëheqësi. Po fiton udhëheqësi tek Rama. Edhe nga që po fiton udhëheqësi, dal nga dal talenti zhbëhet, edhe si të thuash bie në përsëritje se duhet ta ruash atë veçantinë. Dhe kur vjen në terma të pushtetit, pastaj dinamikat e pushtetit janë shumë të egra, edhe lidhen me shumë kontrolle, me kontrollin e brandit tënd personale, narrativës që do të imponosh, aktorëve me cilët ke përballë. Dhe lufta tani bëhet shumë e shumë fisht. Dhe aty pastaj dal nga dal ai talenti bëhet element dytësor, ato piktura që ti i ke në përfaqet e mureve, apo ato fjalimet shumë të bukura të cilat Rama vijon ti ketë me doza të vogla, ato le themi momentet e ndrituar në fjalimet e tij. Por sot, pra nga lideri avantgard në talent, neve sot kemi një lider në aspektin e talentit ringard, por në termin avantgard të udhëheqësit, që do thotë ai është sot më shumë se kur udhëheqës dhe e ka marrë këtë kostum. Por në brandin që Rama krijoi, ai vazhdon të flirtojë me shumë elemente të tij. Flirton me median, flirton me karizmën e tij, me talentin e tij, dhe këtu pastaj duke bërë shumë gjëra bashk, ne shohim një lider që ka marrë malli për atë talentin. Bie në përsëritje pastaj. Edhe ne shohim që Rama nuk po prodhon më, po përpiqet të kontrollojë narrativën. Dhe këtë po e bën më fuqishëm se kurrë, duke parë në shfaqjet që nuk lejon gazetarët t'i përgjigjet pyetjeve që ai ka përcaktuar, apo le themi daljeve të tij publike të cilat bën shpesh herë ato gabimet logjike
niset nga një premisë dhe kalon në një premisë tjetër, kalon në elemente personal, nuk rrek fare argumentin, po përpiqet bëj teknika të manipulimit si triangulation apo gaslighting dhe ti kupton që ai po merret me ty ose ka futur dhe një të tretë në atë debat dhe ndërkohë argumenti për cilën i shëftuar aty nuk u fol fare, siç ka ndodhur gjatë debatit shumë të munguar që patëm neve këtë vit në zgjedhje. Kështu që sot nga ai momenti i talentit që kishim në politik, tani kemi një udhëheqës që vazhdon brandin personal në terma të komunikimit ta ketë shumë mirë. Nuk po flasim në aspektin politik, ë? Jo, po sepse flasim në aspektin në aspektin politik, pastaj pra ai nuk është më popstari me cilën ai erdhi në sken, por tani më është në aspektin politik, nëse ne marrim përsipër të flasim në këtë bisedë, është rezultati që arriti. Kam përshtypjen që tentativa për të takuar zëvendëspresidentin amerikan, sepse Rama do vëmendjen e shtëpisë bardhë. Është evidente. Sigurisht u nis me këmbën e gabuar për atë vlerësim që bëri, për atë, si të thuash, komunikim që bëri mbi presidentin Trump. Ka dashur një takim me zëvendëspresidentit që nuk është realizuar, duket që kërkon të tërheq vëmendjen, po rezultati është që nuk kemi ndonjë reagim fare. Pra, me sa duket ne që kemi një pikë në oqean, pikpamje figurative të rëndësisë, ose të rëndësisë që mbase ky brendi i madh i jashtëzakonshëm në Shqipëri ka për Europën dhe aq më keq pastaj për Amerikën. Duket që s'ka ndonjë rezultat konkret edhe me këtë batutën, qoftë nëse ka bërë kuptohet me qëllim. Shiko, thash, nëse neve doja është shumë e rëndësishme të ndallojmë në se si aplikojmë, le themi, parimet me të cilat nisemi. Dhe thash, nëse ne aplikojmë këto parime në vendin ton, të njëjtat parime nuk mund t'ja aplikojmë në komunikimin politik ndërkombëtar. Edhe e di pse, sepse kulturalisht jemi të ndryshëm në rast parë. Jemi të ndryshëm, po dhe ne në gjykim. Neve nuk mund t'i kuptojmë të gjithë dinamikat e politike që ndodhin në arenën ndërkombëtare. Ne mund t'i interpretojmë lokalisht, por ideja është që do niseshim pastaj nga premisa të gabuara, sepse nuk do kishim, le themi, ato parime që implementojnë këtu nuk do të vleni dhe do të tingëllonin qesharake nëse. Po, shiko, Irena, sepse për shembull, po ti referojmë atij 4 faze që unë thash, ky flirtimi i Ramës me ndërkombëtarët ka filluar në mandatin e tretë. Sepse aty ishte momenti që në kuadër të asaj gjë pretending to be real, ti duhet të krijosh edhe një fegj shtese vendi jot u konsumuan, le të themi, ato elemente. Kështu që duhet fillosh të bësh atë të performosh në arenën ndërkombëtare. Dhe në të njëjtën linjë flas gjithmonë edhe e përsëris këtë gjë në lëmin komunikativ dhe Open Balkans ishte një strategji shumë e mirë ligjërimore në të cilën ndoshta nuk e aplikojmë dot parimet e Bodrialit, por mund të aplikojmë shumë mirë konceptet e Reinhard Koselleck, nëse zgaboj me emrin, i cili thotë që janë disa koncepte të cilat në një moment vdesin dhe ti duhet të nxjerrësh disa kundërkoncepte që të shkosh përpara. Dhe shumë interesante se si u hap Open Balkan si proces për treguar që shikoj, integrimi në terma ligjërimor kishte stopuar dhe krejt papritur neve kemi një revansh të integrimit që shikoj dhe tani ne nuk dëgjojmë në hapësirën publike fare për Open Balkan. Kështu që siç e shikon, gjithçka që rretullohet rreth Ramës është ligjërim. Por kur ky ligjërim rreh në hava, siç po ndodh tani në këtë fazë të katërt, s'ka rezultat pra. S'ka rezultat, sepse njerëzit e kuptojnë. Pra nëse ti fillon edhe krijon lidhje false, deri në momentin që ka një pikë takimi, është ajo që Jean Piaget e quan zona proksimale e zhvillimit. Ti duhet të komunikosh sa ti motivosh njerëzit, po jo ta çosh përtej atë se njerëzit e motivojnë. Dhe Rama në këtë moment komunikimit është në fazën që po i shkëput fijet fare, domethënë sepse nuk po gjen audienca më si ta lidh, si ta konkretizoj në ato njohurinë e zakonshme që ne kemi, atë gjë që ai po flet me hallet praktike që neve kemi. Megjithatë po të qëndrojmë pak te arena ndërkombëtare, se shumë interesante krahasimi me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani. Më ka bërë përshtypje fjalimi i saj në SBA, por po ashtu edhe dalja e saj në Fox News dhe
krejtësisht pa u lodhur, ka arritur një rezultat shumë herë më të mirë. Ndoshta sigurisht në raport me SBA-t Kosova është në të tjera marrëdhënie dhe dimensione, po flas në pikpamjet e komunikimit, pra një qasje shumë korrekte komunikative, me një anglishte të përsosur, shumë shtjelluese edhe gjatë daljeve mediatike, pra duket që nuk bën një sforcë të jashtëzakonshme siç bën Rama, por rezultatet i ka që është atje. Është atje në hapësirën amerikane dhe shpjegon ku është Kosova, çfarë problemesh ka pasur me Serbinë, sa pro-amerikan jemi si kom, pra rezultatet janë të tjera edhe pa bërë këto piruetat në komunikim, duhet të them. Shiko, është shumë e rëndësishme tash pika nga nisemi. Edhe si të thuash, Rama, kështu popullor që të thosh kur hyn një valle, duhet ta kërcesh pastaj. Edhe Rama e ka filluar këtë vallen. Dhe që do të vallja, kur e filloi me një muzikë që ishte bazuar dhe në këto elementet e PR-it, e performancës. Po të ndjekim për shumë komunikim në rrjetet sociale të Ramës, luhet fort me simbolikën, muzika, për shembull, ti shikon rrjetet e Ramës dhe duket të jep një lloj se është e gjitha tek atakimi mesazheve subliminale, pra në mënyrë të pavetdijshme ai na jep idenë që në ky është lideri. Ato drithijet blu, pra më kujtohet kur bënte ato spotet me drithijet blu që heroi. Pra çdo gjë e kopsitur dhe një kurim i jashtëzakonshëm vizual, performativ, i gjithë komunikimit të tij është i jashtëzakonshëm. Dhe ai sa ka kaluar në atë që unë e quaj në controlling, pra ai e frejmon komunikimin dhe vë korniza kaq qarta që askush nuk ka mundësi tjetër për ta ballafaquar përveç se duke ndjekur këngën e tij. Edhe i ka vendosur ai këto hapa. Dhe tani kur ti e faze kësaj gjëje, nëse neve na kthehet Rama në një lider normal, pra të mirë, do ketë diçka që shkon aty. Domethënë dhe ne do me rak se do bën çka do themi ne mbaroi Rama, sepse ne na ka ushqyer me atë lloj doze. Neve presim këtë elementin performativ. E njëjta gjë ndodhi edhe te qeveria. Pra ne pristin çfarë do bënte Rama. Dhe është kjo eagerness e audiencës që e ka ushqyer dhe media në një farë forme, cila është lëvizja e Ramës e ardhshme. Ndërkohë, presidentja Vjosa Osmani është imponuar krejtësisht ndryshe. Ajo ka një komunikim politik brenda kornizave, dhe kur them kornizave nuk e ka të frejmuar në sensin kontrollon mesazhin, pavarësisht në arenën vendase dhe ajo ka problematikat e veta në komunikimin politik. Patjetër, si çdo lider. Po kur dalim në terma të komunikimit makro, pra ndërkombëtar, ajo ka ditur të përmbush shumë mirë job descriptionin. Çfarë pritet prej saj si një presidente, grua nga Kosova. Dhe janë shumë të rëndësishme për kuptuar presidente, që vjen me job description e vet, grua me job description e vet, dhe Kosova. Pra ajo i ka ditur shumë mirë çfarë pritet, pra çfarë po pret tjetri nga unë. Dhe që do të thot Vjosa, dhe ndjes që po e tuteoj, pra po e thras në emër në këtë rast, po për ta kthyer si objekt studimi në këtë fazë, zonja presidente ka kuptuar shumë mirë dhe ka marrë në konsiderat audiencën. Ndërkohë, po a duhet jetë ky suksesi i komunikimit për të njohësh pikërisht, ndërkohë Rama e ka të qëndërzuar komplet komunikimin të vetja, monologon. Unë dhe vetja, pra ai si don vetë në vend të komunikim. Dhe nuk e merr fare në konsiderat që çfarë presu nga ky kryeministri. Dhe kjo është domethënë, nuk kemi një clash shumë të madh në aspektin e teorisë komunikimit, neve atyre pjesëve kryesore që është dërguesi, mesazhi, kanali kështu me radhë. Rama merret vetëm me vetën e vet dhe ne fatkeqësisht merremi vetëm me ata. S'flasim fare për zhurmat, s'flasim fare për kanale që zgjedh, të cilat janë brenda pjesëve performant, dhe aq më pak se si po e kuptojnë audienca, sepse nga që ai kontrollon çdo mesazh, ne merrim më shumë reagimin e tij. Edhe po ta shohësh dhe në këtë situatë që ndodhin në lidhje në aspektin ndërkombëtar, ai bëri batutën, bëri kundër batutën, helmi kundër helmi në terma metaforik këtu, domethënë që mos të bëhemi viral, por dhe direkt ja krijoi një fajtor të tretë që shikon në kohë viraliteti që s'ke çati bësh.
Çfarë ti bësh viralitetit? Mund të merresh me aspektin filozofik të është bota, domethënë, krijoj edhe një tjetër që është media dhe aty pastaj futi shiko fajin e kanë këto. Dhe është si gjithmonë. Po ai këtë gjë, pra të kërkuarit e një të treti abstrakt e bën gjithmonë. E bëri dhe atëherë kur përpoq të ndalonte TikTokun dhe që mori masa. Pra, ai gjen shumë kollaj një scapegoat që është shumë i përgjithshëm, shumë në forma morfe dhe ti mund ta afajsosh atë, mund t'i bie sa ai të kthehet pas. Nuk të kthehet pas. Pra, këto janë të gjitha teknika për të dalë te pjesa që nëse neve do ktheheshim në një case study në PR-in politik apo në komunikimin politik, neve do ishim, domethënë, kemi kaq shumë për t'i treguar botës. Shembulli perfekt. Se si duhet bërë komunikimi apo si nuk duhet bërë komunikimi. Politik po flasim në këtë rast. Atëherë, është shembulli shumë i mirë se si nuk duhet bërë në terma të përmbajtjes, domethënë sepse sidomos në këto dy fazat e fundit që jemi, por nga ana tjetër na tregon shumësinë e të gjitha tulleve dhe teknikave që përdoren për të bërë komunikim politik. Fatkeqësisht komunikimi politik botror drejt spektaklit po shkon, nuk është se është pikur Rama që t'japim edhe këtë atribut tjetër, se nuk e ka, nuk e bëri Rama komunikimi politik spektakël. Janë modele që i ka parë, i ka brendësuar. I ka brendësuar, por dhe këtu dalin tek të tjerët, ata që e ndjekin. Gabimi i të tjerëve është që nuk kanë atë elementin e talentit. Pra, kur flasim në terma të brendit personal ose çfarë është ajo gjë që ti ke të veçantë. Këta përpiqen të imitojnë Ramën. Rama të paktën ishte autentik në modelin që qësoj, pavarësisht se kuptoj filozofinë e spektaklit dhe shoqërisë ku ne jetonim. Dhe jo vetëm këtu, po kohës. Ndërkaq, këta të tjerët, më vjen shumë për të qeshë. Jo, si jam plotësisht dakord me ty. Dia të sjell rastin e Zeqinit Çaushaj. Po. Me performancë, arriti të kapi vëmendjen, madje unë mendoja që do ta xhelozonte deri diku Ramën për vëmendjen e jashtëzakonshme. Që mori vërtet sigurisht. Ja, kam përshtypjen që ka qenë instruktuar, patjetër situata, sepse fushata nuk mundet që Ramës t'i kalojnë ato narrativat pa i kontrolluar, por mori goxha vëmendje. Dhe thash, kam për ta stopuar në një moment sepse nuk mundet që vëmendja e saj të rivalizojë vëmendjen e Ramës. Por ama, nëpërmjet formës edhe nëpërmjet krejtësisht mungesës së përmbajtjes, bëri të njëjtën gjë që ka bërë Rama, por ishte versioni grua, në një kontekst tjetër, më minimalist ose më i kufizuar, si të thuash. Por Rama ishte aty, mori shumë vëmendje. Edhe e shikon sot, sidomos në ato seancat e para, duket që nuk fliste fare, por shikojmë që ka një, se patjetër deputetët do flasin, nuk mund të rinë të heshtur. Megjithatë ajo doli me sukses, thuajse me të njëjtat forma, pra hidhe prit me batuta, pa përmbajtje. Të kujtohet fushata e Ramës, kur shkonte te fshatarët e fshatrave, të zonave të ndryshme të Shqipërisë, fliste me ta, bënte batuta, i ngacmonte. Ka qenë edhe këto që bëjnë kopjen. Do thuash kanë suksesin e vogël të tyre. Po patjetër. Po patjetër bëjnë një cop rrugë, si të thuash. Po jo, është rrugë e madhe të vish deri në kuvend. Jo, patjetër. E kam në terma të jetëgjatësisë. Nuk synojnë kryeministrin më domendja. Jo. Ne kam në terma të jetëgjatësisë. Ka një dallim, ka një element dallues. Është ai elementi i talentit. Që do thotë nëse dhe në terma të përsëritjes. Që do thot talenti që Rama ka në aspektin e komunikimit politik dhe asaj veçantisë personale, do kohë të konsumohet. Dhe siç nuk është konsumuar në sensin ai ka një cikël të gjatë prezent në politik dhe sërish tash ka ato elementet e dritës së vet, pra ku ai dishe që ai performon në aspektin gjuhësor, por edhe ideor sak në disa momente. Mund të kemi parë dhe tek asambleja dhe tek disa flasja momente të vogla, patjetër që janë momente të vogla, se po flasim për një prezencë minimalisht nga 98-a. Domethënë, pra është konsumi është në mes shumë vite. Kështu që, por çfarë ndodh? Emrat që përmendëm, me gjithë respektin njerëzor,
për zonjën që përmendëm, i mungon ky talenti që vjen edhe dhe nuk po them se është njëri nuk po guxoj të them që është i paformuar, nuk ka lidhje me këtë. Se nuk e njohim në fakt. Nuk e njohim dhe nuk mund ta lëdojmë se si mund të jetë, por ama ajo unë do të thoja ka përdorur shumë mirë toolsat që janë dhënë. Dhe me toolsat është fati i fillestarit në politikë në një kohë të viralitetit që ti t'ja dalësh mban, sepse kjo ishte një fushat e të bërit viral dhe ajo u bë virale. Por në terma të përsëritjes së njëjtës gjë, ajo nuk ofron dot më asnjë gjë ndryshe. Dhe këtu nëse ajo do të ketë kapacitetin dhe talentin e jashtëzakonshëm që ajo të rishpik veten e saj në, le të themi, në një mandat tjetër, kudos for her, unë do t'i duar trokas. Por dyshoj duke ndjekur mënyrën se si ajo. Pra ajo ishte një zbatuese shumë e mirë e tusave që ju dhanë dhe koha sot secilit prej nesh nëse zgjidhim të bëhemi viral në një moment mund të bëhemi shumë kollaj. Ndoshta edhe nëse bëjmë një deklaratë kështu provokative këtu, bëhemi me do bëhemi meme edhe nga këto. Pikërisht. Kështu që nuk është se është shumë e vështirë, nuk është shumë e lehtë madje. Është shumë e lehtë. Me një video selfie mund të bësh çuditëra. Pikërisht, dhe çudinë e bëri për shembull deputetja kolegja e zonjës që përmendëm, zonja Ilva Gjurzi për fëmijën që mori fëmijën. Tani jo, di çfarë më bëri përshtypje në momentin që ishte në kuvent, mu duk sikur e tepruar, sikur ne si audiencë, si njerëz që merremi me median, sikur e tepruam pak. Dhe mendova, shiko, unë jam nën vet. Është e drejta e saj dhe është një gjest shumë normal, por e pash pastaj në dalje në Vision Plus me fëmijën. Aty thash stop pra. Aty është hardcore spinning pastaj. Okej. A e mendon si unë? Do me thënë ti, okej, deri natë dhe nuk e di pse kanë këtë manin ta ti kalojnë atë gjën. Pikërisht pra. Se ky është këtu kuptohet masa. Anderson që është drejtori i TED Talks. Paktën ka qenë deri para nëse ka pasur një ndryshim se nuk jam përditësuar, thotë diçka. E para styles about who you are, pra kush je. Dhe ti nuk mund ta imponosh atë. Se kjo është një, aty më njëherë audienca ka të sensin e gjashtë që e kupton kur ti je fake. Edhe aty vlen kthehemi te parimi bazi i komunikimit që është 55% gjuhë trupi, se e them pafund të 38% toni zëri dhe 7% fjala. Po ai 55% që çdo njeri, sepse ne jemi qenie biologjike, instiktin sado njohuri teorive të Baudrillardit të mosdim, se nuk janë shumë të rëndësishme, në sens janë për një kontekst, janë për ne që merrem me kulturën, po s'do t'i di kushdo. Instiktin secili prej nesh e ka të shumë të zhvilluar. Dhe dita dalloj shumë mirë në një turm kur dikush po shtiret, se sheh gjuhën e trupit, dhe kur dikush është në habitatin e vet. Kështu që kjo gjë nuk i shpëton audiencës. Dhe madje mua kjo nevoja më inspiron ç'ket, se përpiqesh kaq shumë ti bësh të tjerët sikur janë budallënj. Se kështu duket. Nëse ti rrotullon pafund diçka, kalon në naturalitetin naturalitetin tënd. Mua ajo gjë që bëri po flas si teknik PR-i këtu. Si teknik, jo, është shumë e rëndësishme kjo. Mua më preku shumë. Më preku si feministe, më preku si nën. Pse do thuash? Un jam, se thash dhe para ca ditësh në një intervistë në një televizion. Un jam një vajzë grua 37 vjeç, e cila në momentin që nën, dhe janë gjithë përcaktore social, në momentin që linda djalin, para 2 vjetësh, i thash vetes time, të marr një vendim të rëndësishëm, do vijoj me karrierën time apo do stopoj pak. Dhe përveç arsyeve personale tipit isha lodhur dhe kisha nevojë për të kuptuar se çfarë gjithë të gjëra që kisha bërë më kishin ndikuar në zhvillimin tim personal po dhe profesional, ishte dhe pamundësia për të vijuar performancën maksimale që dua ta kem në profesionin tim. Dhe unë, si pedagoge në universitet, edhe pse kam 15-16 vite, nuk mund ta marr nuk mund ta merrja djalin tim dhe ta merrja këtu në krah dhe të vazhdoja të jepja leksion. Dhe ky është realiteti dhe unë prandaj nuk jam aktive në. Pse nuk mund ta merrje? Jo, nuk mund ta merr, sepse unë mund ta merrja një herë nëse do kisha një gjë shumë urgjente. Po jo gjithmonë. Siç ka ndodhur edhe ndonjëherë ku mund të kem dhënë trajnime kur isha 38 javësh, sepse ashtu më kërkonte, po nuk e proklamova këtë me të madhe, apo siç bëra një podcast duke qenë gjatë gjithë kohës shtatzane. Por ka një moment që ti e kupton që
kjo detyra e mëmës kërkon sa gjëra tjera, kërkon pak kohë me fëmijën, kërkon që ti ta pjekësh rolin që po jeton. Dhe pavarësisht që fëmijë i 4, siç ajo tha në intervistë i zonjës, still ajo është një nën tjetër për këtë fëmijë të 4, edhe është në një moment ndryshe të jetës dhe ka nevojë që të krijojë atë lidhjen. Dhe në një Shqipëri ku gratë ropaten, në një Shqipëri ku ti duhet të sforcohesh shumë, do t'i kërkosh mamit, vjerrës, personave, enturazhit që ke që të ndihmoj, ti nuk mund ta marrësh fëmijën dele sforcuar pra. Dele sforcuar pastaj. Dhe ka një një silver lining ku too much is too much. Dhe kjo më vjen keq mua dhe jemi pra ajo që thashte faza e 4 e Ramës në komunikim politik që ka përfshirë të gjithë këta. Dhe merr me gjëra shumë anësore që nuk të ndihmojnë në termën e brendit tënd personal, më vajz. Kjo është e gjitha. Pra, çfarë do të bëj kjo aty? Domethënë ti po mendon se po fiton, nuk është realiteti, PR-i, fushat e komunikimit ku ndërtohet. Sidomos tani që jemi në fazën e ajo që quhet hyper-personalization, pra ne jemi në fazën ku gjërat duhet të jenë sa më personale. Fakti që ti e merr me vete fëmijën tat, nuk është historia e shumë grave të cilat identifikohen me ty, sepse ne nuk e marrim dot me vete fëmijën. Edhe unë doja ta merra Dielzën këtu me vete, po thash, shiko, ambienti është profesional, Dielza do mërzitet. Edhe lash në shtëpi, jo më të merra djalin e vogël tani të shpjegoja komunikimin e Ramës me djalin 21 muajsh në krah. Pra janë disa gjëra që janë too much. Edhe mua më vjen shumë keq që kanë shumë punë për të bërë në këtë vend. Ka shumë problematika që duhen rrehur me këtë vend, që duhen rrekur, se thash rrahur, po dhe rrahur në një farë forme. Edhe ti mund të bëhesh shumë i famshëm duke u marrë me çështje dhe problematika reale, se sa që ne tani të rrim dhe të tjerrin në media se si ajo e mori fëmin dhe kjo gjëja bë prap dhe çfarë bën kështu na dregin edhe. Kjo është teknik, dalin pastaj tek se bëhet si leksion. Pra që argjojmë ai shumë energji në fakt me këto gjese që s'janë asgjë. S'janë asgjë. S'ton asgjë. Pikërisht pra. Nuk janë aty për të bërë këtë gjë. Po. Aty janë për të bërë ligje të mira. Job descriptionin. Pikërisht pra. Dhe pastaj, energjia ikën kështu. Po. Pastaj Rama e ka shumë të thjeshtë mbase të kaloj edhe te 2040-a. Ta bëj dhe parlamentin me 101 sa çdo. Mbase ta kthej dhe në Republikë presidenciale nëse ndërron. Megjithatë, për të qëndruar mënyrës se si komunikon në Rama, unë mendoj që thellë brenda nesh, se përmendet talentin është shumë e vërtet. Ne jemi ata që jemi kur jemi fëmijë. Po ti shikosh djemt siç lozin me lodrat e tyre, ata bëhen më vonë. Ose dhe vajzat. Nëse ne mbase kemi luajtur shtëpiash, po themi, me ato kanaçet e vogla që i bënim si pjata, ashtu fillojmë edhe rritemi, krijojmë personalitetin ton. Mendoj që Rama, duke qenë artist, gjithë jetën do jetë në kërkim të duar trokitjeve. Patjetër. Dhe s'jam plotësisht dakord me atë që thua, ka marr rolin e udhëheqësit, por thellë nuk mund ti shpëtoj ti iki dëshirës për vëmendje dhe për duar trokitje. Pikërisht pra. Ka një gjë shumë bukur komunikimi. Se është ajo lloj disipline, të cilën për ta kuptuar shumë mirë dhe për ta bërë shumë mirë, ti duhet të kesh një uri nga gjithë aspekti i humaniteteve. Arti, psikologjia, filozofia, sociologjia, se janë gjitha elemente këtu. E vërtetë është që ne nuk i shpëtojmë dot kur vetes, fëmijës që kemi ne brenda. Edhe unë nuk mendoj se Rama do të shpëtojë kësaj dëshirë të vetes për të duar trokitur. Por ne kemi disa vete. Dhe këtu nuk po hy fare tek Freudi. Në rastin e emrit do ishte me, myself and Irene. Dhe do ishte unë, Rama dhe vetja ime në këtë rast. Edhe në këtë për të ndjekur atë filozofinë e atë konceptin e Aleister Campbell, unë do ta shtoja Rama ndoshta e ka ndarë 3 veten tani në 3, pra është dhe luftëtari që duhet të tërheqë gjithë strukturën e partisë për ta mbajtur pushtetin. Është dhe talenti dhe uhesi dhe luftëtari i gjithë gjës që do ta çojë përpara. Po përleshen me njëri tjetrin të tregta dhe s'po dihet. Po prandaj edhe neve po humbim shumë nga talenti origjinal i Ramës dhe këtë po ham në kurriz, si të thuash, të udhëheqësit i cili job description e ka krejtësisht tjetër. Ndaj këtu duhet të ishte një rebranding shumë i madh i Ramës, që ndoshta do fillonte me një mea culpa,
në të cilin ai duhet le themi të pranonte, gjë që nuk është shumë e vështirë për atë. Gjithçka që ai ka bërë në emër të brandit personal, dhe të le themi nga ajo element vërtetësie që ai ka pasur momente të tilla, të ridimensionohet. E megjithatë, le ta marrim dhe ne pak veten se na kapi pak ky entuziazmi për të folur për politikën, për Ramën, ndërkohë që më duket sikur Rama punët e vet ai ka shumë në rregull. Po ne si shoqëri, tani edhe Rama pjesë e shoqërisë sonë dhe është udhëheqësi tek e fundit kur e shikon në këtë këndvështrim. Prisi, se ku ka më bukur se fjala shqipe prisi. Por nëse hedhim pak sy te shoqëria, Irina, si mendon, a kemi një degradim ne në komunikim? Po themi kur e krahasojmë veten me 10 vite më parë ose 5 vite ose me 2 vite më parë. Në mënyrën si komunikojmë, më duket sikur kemi bërë ca zhvendosje, sikur kemi fituar një lloj agresioni, një lloj padurimi në komunikim. Si të duket ty? Flas në këto zakonet e përditshme të komunikimit, kur shkojmë në banka, kur hipim në autobus, kur flasim me studentët, kur flasim në ambiente profesionale, kur shkojmë të çerdhja apo kopshti i fëmijës. Unë me studentët e mi, gjithmonë që filloj orët e komunikim në cilën do lëndë të komunikimit, qoftë kjo marrëdhënie publike, e folur në publik, e filloj me piramidën e Maslowit. Dhe e di pse? Ato nevojat. Nevojat. Edhe janë 2 momente të piramidës, është vetë self-actualization, që është në maj, dhe janë basic needs. Dhe i them gjithmonë, jeni në PR, apo jeni në komunikim, apo jeni në publik. Ti nuk i flet logjikës, ti punon me instiktin, ti i flet nevojës. Ti nuk po shet ujin, po shet etjen. Këtu është i gjithë thelbi i gjës. Dhe çfarë do të si përkthehet kjo te komunikimi jon si shoqëri? Është shumë e rëndësishme të kuptosh që të kuptojmë ne që komunikimi është shpalosësi ose treguesi më i mirë, regjistri ligjërimor është treguesi më i mirë i pjekurisë mendore, filozofike, humane të një shoqërie. Sepse në kohën kur ne nuk kemi vëmendje për të marrë me veten tonë më të mirë, po merrim me plotësim nevojave bazike, ne do komunikojmë në atë nivel të përmbushjes së nevojave tona bazike. Edhe kjo gjëja përkthehet edhe në politikë, sepse një nga nevojat kryesore bazike është nevoja për mbrojtje. Kështu që ne detyrimisht do kërkojmë një lider të fortë, i cili tregon që është edhe fizikisht është i gjatë, tregon prezencë. Dhe jo nuk na josh neve në këtë moment një lider që ofron argument, që flet për filozofinë e zhvillimit, apo ndan debatin konstruktiv, apo ato politikën si bazë linjave ideologjike, sepse ne jemi duke operuar në fazën e përmbushjes dhe luftën. Dhe tani po të kalojmë në planin filozofik, njerëzit thotë gjithë jeta luftësh, se të bëjmë këto përgjithësime kështu. Po shiko se ka qëllime të ndryshme lufta. Ka qëllim për të pasur ujë 24 orë dhe drita 24 orë, ka dhe qëllime mbase. Neve dhe ne luftojmë. Ideja është se neve përpiqemi sot, e kemi të gjitha shkallët e piramidës së Maslowit, i kemi në luftë. Pra ne nuk duhet të luftojmë për përmbushur nevojat tona bazike, duhet të luftojmë për përkatësinë, sepse lidhet me statusin, kujt grupi përkasim, dhe pastaj për mos kaluar për vetë aktualizimin, për qenë versioni më i mirë e vetes. A jam aty mes drejtorave të Ramës që kanë gjëra në dorë? Kjo është pyetja. Janë ato janë edhe elementet e suksesit që unë do të jemi në bazë të modelit që është vetë aktualizimi, njerëzit e kuptojnë në bazë të atyre nevojave që janë. Pra ta vetë aktualizimi në një shoqëri që prodhon mendim, shkencë, debat, teknologji, është vetë aktualizimi si versioni më i mirë i vetes, ndërkohë që në një shoqëri që përpiqet të mbijetojë, të përmbushë nevojat bazike, vetë aktualizimi është të kesh sa më shumë para dhe të kesh sa më shumë status. Dhe ajo çfarë është më e keqja, është se neve shpesh herë, por ne jemi dhe viktima, le të themi, të fatit të kohës dhe të terrenit ku lindim. Si individ, apo si kombe. Edhe në këtë fazë që ne po jetojmë në kohën e shoqërisë informacionit, disa janë para dhe disa janë pas.
Dhe megjithatë teoritë e mëdha që aplikohen në të gjithë shoqërinë, siç është inovacioni, na vinë edhe ne këtu. Problemi është që neve i përkthejmë në bazë të atyre nevojave dhe momenteve që jemi. Dhe si thot një nga filozofë mendjet më moderne tani, Chulhan, tek libri i tij Shoqërisë Filitur, ne jetojmë në shoqërinë që tregon që unë mundem, unë mund t'ja dal, unë di, unë bëj, I can. Dhe ku çdo hierarki ka rënë, por ky lloj parimi filozofik në shoqëri si e jona, dhe duke luftuar për mbijetesën, është të grabisësh do bësh sa të duash, domethënë, dhe gjithçka është e lejueshme. Gjithçka është e lejueshme në terma sepse bie hierarkia e moralit. Edhe komunikimi është moral mbi të gjitha, sepse kur ti ndërvepron me tjetrin, në të gjitha nivelet e komunikimit, që ta intrapersonal, që të ndërpersonali, që të ka i në grup, që ta i masiv, që të transpersonali me Zotin, ti reflekton shtyllën tate morale. Po në një kohë si kjo është shumë e vështirë ta ndërtosh, sepse ti duhet përmbushësh nevojat e tua bazike. Dhe në një kohë ku ti lufton për instiktin, nuk ka kohë për moral, nuk ka kohë për mendim. Edhe kjo e vret një komb, e vret një kulturë dhe shfaqet e kësaj, pra aspekti performativ i kësaj gjëje është që ti sheh agresion, se manipulim, sheh toksicitet, për të mos folur pastaj për shfaqjen e gjithë problematikave psikologjike që neve kemi tani, që lidhet me narcisizmin, manipulimin, bipolaritetin, që nuk janë problemet tona në personalitet njeriut. Po që ti sheh këtu të miksuara në shijen më të keqe të mundshme, edhe kur ke e dashur 16 vite si pedagoge, ti e shef se si nga viti në vit kjo është. Dhe vetëm bie. E kupton? Edhe a thjesht dhëm. Dhe jo se ti je një person që ke lexuar më shumë apo di. Për mua fitoria më e rëndësishme në këtë 37 vite jetë që kam, është që kam gjetë Zotin. Edhe aty mendoj se është burimi moral i imi. Dhe jo se unë jam besimtarja më e mirë. Jo, s'ka të bëj me këtë. Po se unë përpiqem të afiljoj etikën diçka që qëndron mbi me jetë, që është më e madhe se unë. Në këtë shoqëri ku ka rënë çdo besim, të lloj çdo strukture, sepse dhe koha ku ne jetojmë është kundra hierarkisë, është pro individit, është pro, le themi, ti e di vetë çfarë është, kjo përkthehet në mënyrë më të keqe tek ne. Edhe automatikisht janë kaos. Këto modele, se mund të ketë brenda kësaj kakofonie, thuash modelesh komunikimi, por mund të ketë ndonjë komunikim të moralshëm. Si duken në sy të tjerëve? Duken si modele të dobta? Duken si modele të vështira? Duken si modele që s'kan lidhje me këto modelet e përgjithshme? S'ka lidhje me realitetin, kështu të përkthe, s'ka lidhje me realitetin. Shikoj, shumë e rëndësishme për kuptuar se nga që neve nuk flasim për të mirën, nuk dim as si të artikulojmë. Edhe automatikisht kur flet dikush për të mirën, dhe nuk po flas për të mirën të keq, po flas për konceptet e drejtësisë, për konceptet e etikës, integritetit, ti automatikisht atakohesh si po bën kjo si puritane. Do të thënë ti azgjësohesh nga grupi, sepse ti sjell në vëmendje një gjë që ata as nuk mund mos e kanë, as nuk duan ta kenë, e kupton, e kanë zhbër me dashje. Dhe ajo që mua më vjen shumë keq, është se kur jeti në grupe të vogla, po ti pyeshësh gjithë njerëzit, të gjithë njerëzit kanë vlera shumë forta, po se ç'a ndodh kur bëhen bashkë? Po pra kjo. Është kjo qasja sistemike, sepse ne nuk besojmë më te struktura. Ne nuk besojmë më te rregullat. Ne kemi zhbër çdo gjë që lidhet me hierarkinë. Hierarkia është e mirë. Kjo që po thua bën shumë sens, sepse po të shikosh, shqiptarët jashtë kanë bërë shumë sukses individualisht. Po. Dhe kemi njerëz shumë të talentuar që bëjnë sukses, sigurisht jashtë është aty edhe një sistem që po dhe në Shqipëri, po të shikosh ke talente që mbase kanë ecur individualisht, por kemi një mungesë të jashtëzakonshme të organizimit. Që vjen edhe nga ky modeli, si thuash, edhe këta lidera, këta prijës që kemi nuk kanë ditur të bëjnë shtet, me thënë të drejtën. Po pikërisht është e gjitha. S'kan ditur të bëjnë struktura, s'kan ditur të ngrejnë sistem. Pikërisht, pra po sistemi i dashur bazohet te disa koncepte të së drejtës dhe të gabuarës. Ka një reflektim moral. Edhe, për shembull, ti nuk mund të bësh komunikim nëse ti nuk di etikën morale.
Dhe ajo që shoh unë e quaj kështu kur flas shpeshherë me bashortin për këtë gjë, se s'kam ku ti rrah mendimet e mia, i them jetojmë unë e quaj kështu eklektizëm oportunist. Marrim një gjë atje, një çik te gota jote, çik te gota tjetër, e kryejmë kështu. Dhe kjo gjë bëhet e mirë për ne, sa t'ja hedhim lumit, edhe pastaj e ndryshojmë, modifikohemi. Edhe duke mos patur ca gjëra që janë fikse, asgjë nuk është fikse, po në sensin e disa gjërave në cilat neve mbështetemi, atëherë është shumë e vështirë që të bësh përpara, sepse nuk ke, dhe pastaj bësh dhe vizionar dritë shkurtër, sepse vizioni jot është vetëm t'ja hedhësh deri vitin tjetër. Edhe këtë ti e shef të gjë dhe në zhvillimin e turizmit, e shef dhe në zhvillimin e politikës, e shef dhe në zhvillimin e bizneseve, pra çdo gjë është aty për aty. Por kjo nuk është rastësore, është qasje madhe sistemike, sepse mungojnë këto burimet e të drejtës, dhe fatkeqësisht dhe dy gjërat e mëdhaja që neve kemi pasur, unë e shoh nga dallimin midis vetes time dhe brezit që po edukoj në universitet. Kur unë, edhe këtu dal prapë në nivele personale, në 2006-ën, unë isha 18 vjeç, dhe babai im luftonte që të mos më fejonte, se ishte arsimi më i rëndësishëm, dhe as puna, apo domethënë ideja është vetëm edukimi. Ai do të të shpëtoj ty. Unë 16 vite më vonë, shoh student të cilët ndoshta nuk janë fejuar, po janë gjithkohës në punë. Dhe nuk e shohin që ajo ndalesa 3 vjeçare të paktën e bachelorit është vendimtare për suksesin e jetës tyre. Dhe gjithkohën e kanë, unë do punoj, jam në punë zysha, do m'jap për justifikimin, pra çdo gjë është kthyer në ciklin mbijetese. Dhe tani unë kanë filluar një fushat kështu revanshi, dhe i them po mos i thoni prindërve se di që do më urrejnë, që stop puna të paktën 2 vitet e para të bachelorit. Nuk do ju zgjidhja asgjë. Ato lekë që po i fitoni do t'i keni minus në të ardhmen. Se nuk po mësojnë më. Nuk reflektojnë më. Dhe është e kthyer gjithë shoqëria në vrap të përmbushjes së nevojave. Dhe në një reflektim që unë duhet të përmirësohem, duhet të mendoj, duhet të prodhoj mendim, të kem një debat konstruktiv. Prandaj është shumë e kollajshme që në këtë lloj ujërash ne të kemi këtë lloj profili. Dhe kjo pastaj se çdo gjë duket kaq e vogël, po ka lidhje me këtë gjë se shkallë, ti nuk nxjerr dot një lider alternativ tani. Ja të dalim në lidera tash. Dhe të flasim për kështu. Shiko. Se po më thua për lider. Ti e di situatën me opozitën tani, që janë akoma në mëdyshje se çfarë kandidati do të nxjerrin për Bashkinë e Tiranës. Janë 2 opsione shumë të mira, Ermal Asimja dhe Florian Haçkaj në mos gaboj, po ashtu dhe Lira Çepani, po diskutojnë, natyrisht opozita thot do të jetë politik. Ka lider të mirë në Shqipëri. Ka. Problemi është që kur analizojmë shoqërinë, pastaj këtu çalojmë. Patjetër, pra këto janë oazet të vogla. Ndoshta këta që kanë potencialin për të qenë lider të suksesshëm në të ardhmen dhe që kanë dhënë prova, janë lodhur mbase për të punuar me shoqërinë në tërësi ose brenda këtyre strukturave dhe marrin një vendim dhe thonë shiko, do të çajmë vetëm. Shiko, është shumë e thjeshtë. Ideja është të gjitha këto liderat, le t'i quajmë dritat, i them unë, domethënë, si neuronet, ka nevojë për connections. Dhe këto funksionojnë si oaze të vogla në Shqipëri. Pra ti në oaze të vogla, që mund t'janë rretha akademike shumë të vogla, intelektuale, por dhe në biznesë si përmarrje, nuk mund të gjesh oaze që janë modele shumë mira. Problemi është se këto kanë kaluar dhe në filosofinë, po e shoh për veten time. Sepse këta nuk lidhen, duket një tërheqje. Sektori privat, në fakt, është krejtësisht i tërhequr. Dhe e ka lënë fush betejën në kuptimin për merret me punët e veta, po të shikosh këta që quhen profesionistë të lirë, dëgjohen dhe e ngren zërin aty ku kanë interesat e tyre, dhe duket sikur e kanë lënë gjën. Po pse? Po pikërisht pra sepse në terma të habit, të networkut, këta nuk janë lidhur që të bëjnë një rrjet. Dhe ne kemi shumë neurone, do t'i quaj unë këta të ndriturit, pa abuzuar se duket sikur po mbajmë një ligjerim elitist dhe i kam shumë inat jemi elitist.
Se nuk, do me thënë, ne jemi produkti këtij konteksti dhe jemi përpjekur të marrim më të mirën e edukimit, mundësive që ne janë dhënë këtu. Dhe nuk po flasim për filozof, asa për Einsteinin që do vi të ndryqoj, apo aq më pak në tema profetik, nuk jem asnjëri prej këtyre mendjendritëve, nuk është Mojsiu që do shpëtoj beni izraelitët. Pra nuk po flasim për këtë. Ne po flasim që mungon një rrjet, një network, që këta mendje të cilat shohin pak më tutje të vinë bashk. Dhe të gjitha rrugët që këta mund të vinë bashk, duket sikur janë bllokuar nga kjo qasja sistemike që është on block. Dhe nuk të lejon ty që të ecësh më tej. Pastaj ti përfundon si qytetar i vetmuar në atë ishullin ta, do bësh detyrën tate, ai sa mundesh. Patjetër çfarë të ngelet në këtë moment? Të konformohesh? Jo. Të luftosh për modelin që ti gjykon që mund të jetë më i saktë, më i hajrit ose më i sukses, më i shëndetshëm, ta themi tamam në komunikim, apo të bësh dhe ti siç bëjnë tjerët, agresivin? Unë do të jap një përgjigje. Bullistin, nuk e di. Do të jap një përgjigje të cilën ja kam dhënë dikujt. Modelin e të fortit që kanë fuqi edhe. Do të jap përgjigjen që kam dhënë dikujt në 2010 kur më bën një ofertë politike për të qenë pjesë e një strukture të re në atë kohë. Dhe ndoshta kjo kupton shumë se kush mund të ishte e re në atë kohë. Çfarë viti? 2016? 2010, po. Okej. Dhe unë tekstualisht kam thënë, unë revolucionin tim 2010. Gjergj Bojaxhi, jo? Jo, ka qenë më herët. Po. Në atë kohë, unë kam thënë tekstualisht të gjithë dhe vazhdoj të besoj. Dhe kam të përforcuar tani nga një koncept i rrjeteve sociale që është komunitetet, online. Unë kam thënë revolucionin tim do ta bëj në aulat universitare. Dhe çfarë do të thotë ta bësh në aulat universitare revolucionin? Do të thotë që se sot ne vite më pas në 2025-ën, prak 2026-ën ne jetojmë në një kohë që trendi i momentit është jo të jemi viral, po të ndërtojmë komunitete. Dhe liderat tani më në të gjitha nivelet e shkollave të leadershipit që unë kam bërë nga ato më lokale deri në Harvard, kanë një parim, si të jesh lider në kohë të paqarta. Dhe lideri mirë në kohë të paqarta është duke punuar me rrethin ta të ngushtë. Pra çdo person që le themi ka parë diçka, ti ofroj komunitetit të tij në mënyrë konstruktive disa opsione më shumë. Unë kam zgjedhur dhe ti bashkë kemi zgjedhur ta bëjmë me studentët tanë. E bëjmë edhe te kjo hapësira këtu. Dhe nëse çfarë ndodh, nëse këto krijojnë një strukturë, ne do kemi më shumë komunitete të cilat do krijojnë bashkëpunim. Dhe ashtu rritet dal nga dal shoqëria dhe të rinjt kuptojnë që janë pjesë e një gjëje më të madhe. Sot problemi më i madh me të rinjt që unë shoh është ky. Kanë kufinj, pra ndryshe nga gjenerata jon, që neve nuk thoshim dot jo. Dhe shumë vonë kemi mësuar. Pavarësisht se këshilla e parë që më kanë thënë 21 vjeç kur kam dalë në punë është që jeta jote do drejtohet nga sa herë do thuash jo po. Unë nuk e kam mësuar akoma këtë përgjigje. Të rinjtë e tanishëm e din, por problemi është se nuk janë shumë dritë shkurtër në lëvizjet e planifikuara. Pra ata duan suksesin e shpejt, monetar ose personal nuk rëndësi, të tanishëm. Nuk mendojnë si kjo do t'i përkthehet. Dhe për të shkuar drejt fundit, ka një kakofoni që vjen në formë shkallare dhe te lidhja që edukimi krijon me tregun e punës, sepse gjithë studentët tash janë të prirur të bëjnë menaxher të rrjeteve sociale. Gazetar, not funny. Studiues të komunikimit, ç'është kjo? Dhe tash duhet të ju të jeni lënë më praktike që neve të dalim në treg të punës direkt. Ju jeni në treg të punës. Ju vetëm po punoni, nuk duhet jeni këtu. Domethënë, zgjidhni, shumë një njeriu mund të punojë dhe mbas 3 vjetësh të kthehet në akademi. Pse duhet i bëj të dy njëkohësisht? Pra, ky lloj mishmashi i përgjithshëm, ky lloj oazesh të shumë të mbyllura që nuk bashkëpunojnë dhe nuk marrin dhe japin nga njëri tjetri, edhe në këtë lloj klime që është botrore, që studiuesit e leadershipit i thonë VUCA world, pra është volatile, e pasigurt, e ambige, pra ti nuk e di çfarë drejtimi do marr. Shoqëri të vogla si kjo jona, që nuk kanë një disa etalone të drejtimit, i them unë, që mund të jenë lidhe me integritetin, me strukturën, me besimin te hierarkia, ca rregulla, atëherë ne jemi destinuar që të krijojmë një kaos të madh. Efektet e së cilës janë shumë problematike, edhe unë i shoh
shumë deterioruese në terma të zhvillimit personal. Edhe këtë e them edhe për fëmijët e mi, e them edhe për atë që vjen më pas. Problemet zgjidhen atëherë kur ti merresh me to, jo kur i eviton. Dhe ne jemi bërë master agjin të kësaj gjëje, pra ti e anashkalojmë. Edhe pastaj ti ne kalon ai që quhet performance pastaj. Që dalim prapë te bot reality, çdo gjë. Ti erë në ajër dhe efekti performativ i gjithë gjës. Është evidente që puna, sidomos e brezave të rinj, sot është të performojnë. Po, performance. Do me thënë shfaqja. Po, shfaqja. Dhe ka pak produkt aty, produkt të prekshëm, qoftë edhe në komunikim. Pak tekste, pak përmbajtje reale me përmbajtësore, si thuash video, audiovizuale, pak ide. Po s'ka si të ketë, se kërkon ideja, kërkon menduar strategjik. Kërkon të menduar strategjik, kërkon shumë lexime, kërkon talentin i cili, se dhe talenti duhet ushqyer. Nuk është një gjë që është edhe talenti aty brenda ka shumë punë. Ka shumë punë, absolutisht jam shumë dakord. Dhe fatkeqësia më e madhe, i thash studentëve para se të mbyllim në qershor, thash un kam shumë frikë se kush nuk do dalë dot në pension. Se nuk do ketë studiues të komunikimit. Që të sfidojnë në një farë mënyrë ose të jenë por nuk do ta zgjedhin si fush. Pra ne nuk do kemi, kjo është fatkeqësia. Sepse ne jemi gjenerata e fund tash ata që mund të jenë 34-35, që neve kemi pasur një shtyllë teorike dhe që thuash edhe integrimin e ChatGPT-s në punën tonë, somehow, se edhe ne do ja përshafojmë trendet, e kemi, le themi, dim të bëjmë dallimin. Ndërkaq studentëve sot në aula 20 vjeç, ti thua kërkoj një gjë, ai thjesht shkon te ChatGPT-ja, merr atë që i duhet mbi pyetjen specifike. Dhe se mos ka një kuriozitet që ore kush është ky Jean Baudrillard që foli kjo 3 orë sot nuk e pyet njëri. E kupton? Pra, një gjë të vogël, nuk po them unë që të shteroj gjithë filozofinë ti e shkollës Frankfurtit edhe çka ka ndodhur në Francë pas 68-s, po. Ideja është po produktet mediatike ose media si po ndikon shoqërinë sot në aspekt komunikimit po flasim gjithmonë. Mendon që po ndikon negativisht duke shpërqendruar më shumë shoqërinë apo duke e orientuar? Është tjetër pastaj zgjedhje e këtyre pjesëtarëve të shoqërisë, është vendimi i tyre se kë zgjedhin pastaj. Sigurisht, po cili është ai ndikimi, si mendon? Apo nuk është plotësisht faji medias, sepse tek e fundit media nuk ka fokus kryesor edukimin e shoqërisë, ka raportimin e realitetit. Po jo duke i krijuar atë. Okay. Se është tjetër të raportosh mbi të vërtetën dhe tjetër mbi atë që ti mendon se është e vërtet. Edhe besoj se ky është një problem shumë i rëndësishëm dhe duke qenë se ne punojmë dhe në fushën e projekteve të dyja dhe le të themi trajnimit të gazetarëve, të organizatave mediatike. Unë si thua jam fokusuar shumë tek puna e fuqizimit të grave në media këtë vitin e fundit. Unë shoh shumë talent dhe potencial të jashtëzakonshëm. Edhe po flas për gratë këtu, veçanërisht që është ai meraku im i përhershëm. Shoh gra dhe vajza gazetare shumë të zonja, po të cilat jetojnë në një mjedis mediatik shumë të egër, rregullat e lojës të së cilit ato jo vetëm nuk i kanë zgjedhur, jo vetëm nuk i zgjedhin dot, apo të përpiqen që të ndryshojnë, po i imponohen në formën më të keqe të mundshme. Edhe po ta shohim në aspektin gjinor, që është edhe fokusi im kërkimor specifik pra media, kultura dhe gjinia, unë shoh që gratë sot janë të shumta në numër në media, por sasia nuk përkthehet në aspektet cilësore dhe të roleve që ato drejtojnë, dhe të tematikave që ata mbulojnë, dhe kemi këtë segregacionin të temave që gratë i kemi gjithmonë në aspektin social, mbendoj një grua shumë që shikohet si heroin që ka dalë nga krau i gazetarisë së vështirë, dhe ndërkohë që burrat kanë zënë këto terrenet e forta, dhe kur ti shkon si grua për të folur për gjëra serioze në këto arena gladiator, domethënë, ti ndihesh e presionuar realisht, e para sepse duhet të konkurosh për të marrë zërin,
për të marrë zërin, pra për të thënë argumentin tënd, por dhe nga ana tjetër për treguar që shiko, nuk ka ndonjë dallim gjinor midis profesionalizmit tim edhe profesionalizmit të dikujt që është burr. Vazhdojmë të jemi në të njëjtat nivele, veçantit personale, kemi të ndryshme, s'ka lidhje kjo, por profesionalisht të gjën që po flasim. Mundësisht ti je i përgatitur se mos të vjen ndonjë pyetje tipi të po ja, xhaketën, ku e ke bler? Po, se kjo është element tjetër, pra ne duhet të mendojmë sa bukur i ke bërë flokët, duhet të jesh i përgatitur edhe për këtë. Un kam dëgjuar edhe batuta më të, po nuk po i bëj publike, dhe ideja është që ti ke këtë lloj presioni të jashtëzakonshëm se ti të jesh një grua në media, duhet të jesh ekselente, se duhet të bësh hapësirën, se po nuk je ekselente nuk ta bëjmë, po duhet të jesh edhe bukur, duhet të vishesh edhe mirë, duhet të kesh edhe, dhe ajo që është më e keqja, duhet të kesh edhe filozofinë e açash virale, pra që të flasësh në publik, në atë formë që do publiku dhe ajo të prehet në mënyrë që ajo të bëhet virale. Pra, e kupton se çfarë Kesh natyrë për mbledhur. Duhet të jesh natyrë për mbledhur. Jo shtjelluese kështu, elaboruese. Do të thënë, dhe kjo lidhet pastaj siç ne dim, me pronësinë, me linjën editoriale, me impaktin lidhjen e shkurtë të politik media. Por në terma makro, mua më kujtohet një nga sociologët më të mirë të kohës, domethënë, që ka folur për sistemet e komunikimit, që është Niklas Luhmann. Dhe ai thotë që çdo sistem që krijohet, media është një sistem vete, krijon të vërtetat e veta. Dhe ajo që vihet re sot është që media duke konkuruar me sistemet e tjera, në këtë rast politikën, do të krijojë versione të distortit të vërtetës, sepse nuk është ajo pure, ajo vërteta që ka vetëm media, por e lidhur me struktura të tjera, ndikohet edhe ajo vërtet që media mund të nxjerrë. Edhe ajo që duhet kuptuar sot më shumë në Shqipëri është kush janë këto elemente të strukturave të tjera që e pengojnë, e impedojnë median që të japi maksimumin. Kemi gazetarë shumë të mirë, burra dhe gra, djeme dhe vajza, reporterë shumë të mirë, moderatorë shumë të mira, por që është vetë sistemi mediatik i cili është kthyer në një luftë për garë, për klikime, për audimat, siç thot Pierre Bourdieu-ja, e kështu me radhë. Por thash e bën terrenin shqiptar, e kthem prapë në atë forcën, atë pyetjen si do mbijetoj unë. Dhe kur ti prodhon lajm, prodhon mendim, prodhon media, prodhon content. Përmbajtje cilësore askush nuk është aty. Po, nuk është përmbajtje cilësore sepse ajo gjithmonë kur ti je i kapur në këtë ritmin lodhës dhe shterues të jetës, e ke shumë të vështirë. Ke nevojë të relaksohesh me ndonjë përmbajtje showbizi, industria kulturore, domethënë ndonjë përmbajtje tipit ndonjë gjë në prapa skenë, të marrin vesh ndonjë sekret. Edhe kjo është dhe kur ose ndonjë Big Brother. Imagjinoje veten sikur ti je duke vrapuar në këtë ritmin e çmendur frenetik të jetës, dhe të vjen dikush. Është legjitime në thelb, është legjitime. Jo, patjetër. Njeriu do relaksohet. Jam shumë dakord. Shiko, truri jon është i projektuar për mbijetesë. Pavarësisht se neve kemi shpikur formulën moderne të suksesit. Truri është në të vetën. Ne mendojmë që mund të funksionojmë dhe multitasking, po themi, po jo, nuk funksionojmë dot në thelb. Por pa dal pastaj në teorira të tjera. Problemi është se në këtë lloj terreni ku gëlojnë kaq shumë ujëra problematike, edhe media dashur pa dashur do pasqyroj. Unë nuk vë dot, e ka fajin media. Po, nuk e vë dot. Sa e ndikon, se këtu e kisha pyetjen, sa e ndikon shoqërinë media sot? E ndikon sepse i ofron atë produktin që kërkon, që është e etur, sepse ne nuk kemi mundësi të tjera argëtimi. Pra, në këtë lloj oazi, ku nuk prodhohet në ishulli që jemi, nuk prodhohet përmbajtje kulturore tjetër, flas më shumë letërsi, më shumë teatr, më shumë opera, jo për të bërë tani prapë elitistin, që të jemi të kujdesshëm, po të ketë prodhim në debate cilësore në fusha të ndryshme, media dashur pa dashur e merr këtë rolin. Dhe duke u bërë ti argëtuesi kryesor në të gjithë të habitat, priresh më shumë të plotësosh këtë gjë, sepse është si thua, ajo po të kërkohet dhe po të raviozohet më shumë si nevojë. Dhe çdo përpjekje jotja për të krijuar ato momentet e cilësore, kthehen sërish tek ajo logjika e ishullit që të thash, pra media është prapë reflektimi i kësaj shoqërie. Dhe unë prandaj thash, nuk dua të ngre gishtin dhe them, po, media bën gabim, sepse nuk bën gabim. Shpeshherë është edhe ajo e gjetur midis këtyre sistemeve, qasjeve sistemike që komunikojnë dhe përplasen mesazhet. Jo, e di çfarë i them kolegëve që mendojnë se debatojnë, e ke parasysh në hapësira auditorësh, hapësira të përbashkëta që
është më shumë fajtore media apo audienca, po në fakt unë gjithmonë sjell shembullin pse është media. Cili përveç Top Channel sigurisht që prodhon Big Brotherin, që ka të interesin primar, cili detyron një njeri, cila media, cili profesionist të shkojë dhe të mbajë radhën për të blerë paketën e Big Brotherit. Po. Nuk kam ndonjë gjë me Big Brotherin, ëh? Jo, absolutisht. Sigurisht është tregu i hapur, po kam një gjë pastaj kur kjo zonja e shtëpisë apo ky zoti i shtëpisë shkon ble Big Brotherin dhe lë fëmijën 10 vjeç të shohë Big Brotherin. Po. Pra, tek e fundit dhe edhe vet Top Channel apo Digitalbi apo kush janë prodhuesit nuk e detyron këtë njeriu ta blej paketën. Pra është audienca që e kërkon. Ja ta them unë. Dhe unë dua të flas shumë, do të thënë në rrafshin shumë personal. Big Brother është një show që dua apo zua nuk i shpëton dot asnjëri. Është si përdorimi i telefonit e kalamajt apo përdorimi i rrjeteve sociale. Goca ime ishte në parashkollor vjet, edhe doli kjo batuta e famshme se Agapao Laerti, do të thënë që doli në Big Brother u bë batut virale. Dhe unë dëgjoja vajzën time në parashkollor që e thoshte këtë gjë. Ne nuk kishim abonim. Nuk kishim abonim. Por ti hapje YouTube-in dhe të dilte me video të shkurtra, ti hapje Top Channel-in e Lia ty një të shtunë dhe të dilte në mesazhet, pra ajo gjëja që ka për të bërë virale në një mënyrë apo në një tjetër, ty të rek, të përplaset. Dhe ti nuk i shpëton dot si audiencë. Nuk i shpëton. Por këtu nuk është ideja për gjetur fajin që pa audienca shkon dhe kërkon këtë. Thash audienca në këtë lloj mungese do gjej një gjë që në këtë lloj do marrë atë që i ofrohet. Patjetër. Po jo dhe kanë atë duke mos pasur shumë mundësi për argëtim, edhe mundësia ekonomike për të bërë një udhtim që aty kur ishte Big Brotheri, ti mos shikoj Big Brotherin, po ti ishe në një vend tjetër. Pra çësia është sistemike gjithmonë. Nuk e mirë do ti këtë gjë dhe analizon, sepse ato nuk operojnë të vetmi në këtë botë sot. Nuk operojnë të vetme. Dhe kështu, qashtërsia konceptuale nuk ekziston asnjë lloj sistemi. Në këtë moment vetëm Zotin mund ta marrësh që ekziston si kategori më vete analitike. Po gjitha gjërat janë të ndërlidhura këtu. Kështu që edhe ai individi është i detyruar të shkojë ta blejë atë paketën somehow, sepse do kaloj kohën. Do kaloj kohën, sepse ku do ta kaloj. Dhe media pastaj bie në të trukun dhe në këtë qerthullin media apo audienca apo media është një rreth vicioz pastaj që japin e marrin është si ai gjarpri që bënim ne te Nokia që në fund arrinte dhe takonte se ne impresionove, takonte bishin e vet. Edhe kështu do jetë ajo gjëja. Nuk e shmangim dot. Ndaj thash që në shoqëria të eci përpara ka nevojë për struktura. Individi është celul, pa diskutim, është shumë e rëndësishme. Dhe ajo është, si të themi, qeliza përbërëse. Po që qeliza të filloj të prodhoj, duhet të bashkërendohet biologjikisht me gjithë qelizat e tjera, dhe ne jemi bunch of cells jemi dhe ne, një tuf qelizash jemi neve. Po janë lidhur gjithë bashkë edhe vinë këtu që thotë, është vetë trupi njeriu që tregon që shikon, ore ka sistem këtu. Nuk është se i ka lënë Zoti të shpërndar aty dhe po bët njeri bëuni, po s'u le të dalin ç'të dali. Dhe ky është gabimi kryesor që ne kemi në shoqëri. Mund të jetë element antropologjik që lidhet me faktin që kemi një të kaluar të mangët shtetformuese ose me përçudnime shtetformuese dhe jam dakord, por ky nuk është terreni im që unë t'jap gjykime. Por unë di të them që neve sot komunikojmë keq, punojmë keq, jemi versioni më i mirë i vetes, po them më i keq, është se na mungon një strukturë e cila neve na lejon që të rritemi në mënyrë organike. Dhe kur ti nuk rritesh në mënyrë inorganike, gjithçka që ti do reflektor si qenie, sepse çdo gjë që ti bën është komunikim. Si vishes, si dukesh, si flet me njerëzit, si bie në dashuri, si martohesh, si dëgjon, të gjitha këto janë komunikimi dashur. Nuk janë se njerëzit mendojnë ç'është kjo, nuk këto janë të gjitha qasje e komunikative, veprime që quhen veprime komunikative i quhen Habermasi. Dhe ti i performon ato në shoqëri. Po në një shoqëri ku nuk ka strukturë, gjitha këto veprimet ikin kështu, domethënë, si shigjeta pa drejtim, dhe ti shef një kaos, dhe kur ti në një moment
zgjedh të studiosh komunikim, ja bën këtë vetes, ja fut vetes, domethënë. Jo, po Ti je shekull i gjeta që të vinë këtu. Jo, është minier. Për studiosit e komunikimit është minier Shqipëria. Patjetër. Është minier. Por është ai moment edhe për gazetarët është minier. Patjetër, po kur vjen ai momenti që ti shef që gjeta që të vinë kështu gjithë në ajër, se kur studion dhe komunikim ti kalon dhe në nivel energjie. Edhe për shembull, unë ndjem kaq mirë këtu se e shoh energjinë që më vjen prej teje. Po kur kjo energjia që më vjen është do të më kaperoj. Ti si komunikatori kështu pastaj, o zoti ma çfarë do bëj tani? Pikërisht. Kupton? Pra, kjo nuk është se jam pesimiste. Jo. Më beso. Jo, shiko. Por ne jemi shumë optimist, mendoj të dyja, shumë optimiste të dyja, sepse derisa marrim përsipër të diskutojmë për atë që ne gjykojmë që janë të vërteta, se mund të jemi dhe ne gabim. Shumë patjetër. Filozof thonë nuk kanë jetë vërtet, gazetar thonë po ne jemi kërkim të vërtetës, por për sa kohë ne marrim përsipër të diskutojmë problemet, çështjet, ato gjëra që nuk ecin, mendoj që ne në thelb jemi optimistë sepse duam t'i ndryshojmë apo jo. Ti bëjmë më mirë. Unë e kam shumë rak këtë se ne kemi edhe një problem shumë të madh. Kur je zysh, duke sikur flet automatikisht tjerë ta marrin sikur po jep men. Jo sikur po bën leksion. Sikur po bën leksion. Po ma thot vajza. Po të them mjafton këto leksionet e tua. Po e ke bërë. Po i them diçka shumë praktike. Edhe unë me bashortë kemi diskutuar një problem familjar. Ose shumë pa dashur shumë profesor. Ja po flasim profesor. Po e themi bashortë e kthen si batutë shpeshherë dhe thotë shiko po të trajtoj këtë problemi, po mos fillo leksionin. Pika. Shiko, unë mendoj diçka. Secili prej nesh, për t'i referuar Faustit, me Mefistofelin edhe Faustit dhe Mefistofeli te Goethe, neve nuk e shohim dot gjithë botën. Dhe kemi atë pikën tonë nga cilën rrezatojmë ato energji, ato mendime, ato instikte që kemi ne si pikë. Dhe unë përpiqem që t'jem shumë e vetëdijshme për këtë pikën në të cilën unë jam, e cila kjo pikë që unë jam tani është reflektimi gjithçka nga unë vi, ku jam rritur, çka kam jetuar, çka kam përjetuar si individ, traumat, problemet, sfidat që kam kalu. Dhe ajo që kur përpiqem t'jap një argument, të them gjithmonë që kjo është pika ime e nisjes. Mund mos jetë mënyra si e sheh ti, por nëse do ta përplotësosh atë që ti po mendon lidhje me këtë gjë, merr edhe këtë këndvështrimin tim, të cilin unë përpiqem gjithmonë ta bazoj në teori dhe mendimtar të tjerë për treguar që asnjë mendim që ne kemi sot nuk është një gjë e re. Nuk është një gjë e re, bota ka një cikël ciklik, si e thash, si e gjarë për që ha veten, dhe shumë ide ripërsëriten. Sot ne jetojmë në botën ku në komunikim rivin konceptet e filozofisë antike. Sot neve flasim për disinformation, por Sun Tzuja tek Arti i luftës e ka thënë që te kapitulli 6 i librit ka thënë që nëse do të fitosh një luftë, shko dhe çorientoje, dërgo vuvuzelat e armiku, dhe ajo është dizinformacioni sot. Pra bota ka një ritëm ciklik të dijes. Ama, dhe kjo vlen dhe në terma fetar, ndryshueshmëria bën që ato të interpretohen ndryshe, sepse struktura që i përthith është tjetër. Bota e ideve vazhdon të mbetet ajo. Kupton, ne vazhdojmë lindim, vdesim, martohemi, dashurojmë, format. Dhe teknika jemi ajo që bëjmë diferencën. Dhe nëse ne justifikojmë qasjen tonë metodologjikisht dhe teorikisht, besoj se është mirë të dëgjohem nga ata që duan të dëgjojnë. Ashtu siç dhe ne dëgjojmë të tjerët. E vërteta absolute pastaj është një atribut që i krijon, atribut që i përket vetëm krijuesit për mua, por dikë tjetër që nuk beson krijuesin, mund besoj natyrën dhe është çështja e tij. Për ta përmbyllur, a ndryshojmë dot ne kulturën tonë të komunikimit, a është e mundshme? Po themi nëse ne krahasojmë në fakt vendet gjermanike kanë tjetër kulturë komunikimi, po më bënte përshtypje në Hungari, po themi. Po. Një qetësi dhe në fakt unë ndjeva shumë mirë sepse unë jam shumë e ndjeshme në pikpamje të zhurnave. Një qetësi në komunikim. Ne sigurisht jemi mesdhetarë, jemi natyra me shumë temperament, shumë në përdorim të shumë gjesteve tjerë, por ne a ka mundësi të përmirësojmë ca aspektet të komunikimit, si mendon? Apo tani në këtë mishmash bëhet dhe më e vështirë? Nga gjithë
paralelisht me komunikimin jam përpjekur të ndjek dhe shkollat e zhvillimit të vetes. Dhe nga të gjitha trajnimet dhe akademitë që kam marrë, kam kuptuar diçka sekreti që ndron, jo te formulat e gatshme, po të nisurit nga aty ku ti je. Gabimi më i madh që neve bëjmë në të gjithë rritjen, edhe shoh dhe në politikë të gjë, për dalët ato që thamë, është që i imponojmë veshim xhaketa dhe kostume që nuk na qëndrojnë. Që nuk na përkasin dhe jemi rakitik pastaj komplet fare. Domethënë sepse ti nuk mund të ngrihesh një mëngjes dhe unë të them, është për shembull unë kam qejf të flas. Shumë. Dhe jo të them se dua të flas kot, po më pëlqen ta përçoj energjinë time me dumë, me kom, të flasova se ky është profesioni që un kam. Bashorti im është ushtarak dhe është dhe verior, është tropojan, dhe vlera më e madhe ti në jetë është rezervueshmëria. Unë mund të ngrihem gjetur formulën fantastike. Unë në një mëngjes mund të kem ndodhur që në një ditë kam fol shumë për shembull. Edhe mund ngrihem në një mëngjes që kam kaluar një natë ku mendoj që pse e thash, duhet ta kisha thënë, dhe ngrihem një mëngjes papritur që do bëhem rezervuar, nuk do flas më, zgjat 2 ditë. Pastaj kthehem 10 fish më keq, sepse kam gjithë atë natin atyre 2 ditëve që nuk akumuluar aty dhe do ta nxjerr po. Nuk është sekreti i të marrit modelet e dikujt që është ashtu. Ai është rezervuar se vjen nga një kontekst kulturor tjetër, profesion tjetër, unë nga një kontekst tjetër. Ne jemi shumatore, pra ne jemi mediteran. Kemi një kontekst tjetër kulturor, kemi tjetër natyrë, sanguin e kështu me radhë. Që thotë kur neve fillojmë përmirësojmë veten, duhet jemi në dieni të shtratit antropologjik ku jena arrit. Dhe nëse fillohet nga kjo, problemin që kam është me mohimin e vetes. Self-deception është gjëja më e keqe që ndodh në jetë. Nëse ti mashtron veten, ti nuk mund të bësh ai që s'je. Ti fillon nga të kuptuari dhe të pranuari, që shiko, unë kam këto limite. Dhe brenda këtyre limiteve, unë mund të shkoj deri këtu, te ajo zona proksimale që thashë Piagetit, e zhvillimit. Që do thotë, neve në ngjyrimet komunikative ne kemi një gjuhë e cila është shumë e pasur. Edhe jemi ndër gjuhët më të pasura, por fatkeqësisht nga që s'kemi prodhuar mendim, nuk është zhvilluar e gjuhë, po ne kemi një fjalë si e qashtër, që është fjalë yll, ne kemi fjalë si qëndresa, që janë fjalë shumë të bukura. Por neve nuk i fusim në përditshmëri këto. Si përdorëm sa prijes. Po ne i përdorëm, po patjetër, po ideja është tu. Pra, si fillon ndryshimi i natyrës komunikative? Para fillon duke kuptuar se kush jemi. Dhe së dyti se si ti menaxhojmë emocionet. Edhe ne e dimë që ka teori pafund komunikimi që merr me këtë gjë. Së dyti, kuptojmë cilat sjellje janë ato të cilat neve i kemi aty, po duhet i nxjerrim më në pa. Për çfarë dallohemi ne shqiptarët në komunikim? Të fillojmë t'i nxjerrim ato, t'i rafinojmë si elemente. Dhe pastaj, çka është më e rëndësishme është të adresojmë shkaqet, nga ka ardhur kjo, se ne ky kemi problemin. Kemi gjithmonë trukimin, e kemi shumë qef. Trukojmë atë gjë dhe themi që shiko iku. Jo, ai është problemin organik që ka ardhur. Fakti që ti je shoqëri toksike dhe zihesh për gjë më të vogël pse pe keq. Do thotë që ka ardhur. Po sa raste plagosjesh ke vetëm për çështjet e makinës në trafik. Pikërisht, pra kjo ka se u gërvishtën 2 makina. Pikërisht, pra kjo ka kohë që ka filluar. Dhe neve është sepse ne nuk kemi fare të kontrolluar për gjuhën tonë trupit. Nuk kemi fare kontrolluar për llojin e fjalëve që përdorim, për tonin e zërit si e themi. Pra na mungon ky vetdijësim komunikativ. Dhe marrim komunikim sikur çfarë është. Dhe pastaj kemi këto fjalët e urta, heshtja është flori, ai që flet pak është më i zgjut. Domethënë që janë pa lidhje, se nuk lidhet fare me kontekstin, edhe mbartim këto për vlera, ndërkohë nuk e shohim që shoqëria ecën. Edhe ndaj duhet rregullimi fillon. Njohim veten, hapi parë në çdo gjë. Së dyti, nuk mashtrojmë veten, që të bëhemi gjerman të nesërme, se nuk bëhemi dot. Nuk ka shans. Atëherë kuptojmë që kush është pikat tona të forta dhe këtu e dashur. Edhe mbase edhe është mirë që s'duam të bëhemi, sepse do ruajmë origjinalitetin tonë. Tu është një ftesë për kolegët tan, që neve edhe për vetët tona, që ne kemi një mënyrë ari studimore dhe neve nuk ofrojmë të dhëna konkrete, pse nuk antropologjikisht, me të lidhe me antropolog, si mund ta përmirësojmë këtë aspekt emocional të reagimit, ta studiojmë, të shkojmë deri në fund. Fillon dhe pasi ti i gjen shkaqet e kësaj gjëje, shkaqet mbasi ke stisur, i ke shkriftuar mirë, ai hapet vetë pastaj zgjidhja e problemit dhe të sheh që shoqëria rritet gradualisht. Edhe ne nuk kemi qenë versioni më i mirë i vetes, kemi punuar, kemi dhe mendoj që akoma si jemi. Nuk do jesh kurrë, është një ndërtim, është një kull babel i çdo individ. Domethënë ajo maja nuk plotësohet kurrë se gjithmonë vjen një pjesë puzzle i ri. Por ma ti përpiqesh të ndërtosh diçka.
Dhe nga këtu fillon e gjithë gjëja. Nëse kalojmë këtë fazën, unë mendoj se themeli është pranimi, që ne jemi një shoqëri mos pranuese. Nuk pranojmë të shkuarën neve. Po nuk dëgjojmë. Po nuk dëgjoj se nuk pranon. Do të ti nuk pranon veten tate. Se ti do të dëgjosh tjetrën ku ke dëgjuar veten tate. Pyetja që duhet të bëjmë ne vetes, e kemi dëgjuar ndonjëherë mendimet tona? Më të thella. Por nëse kemi bërë këtë pyetje, si pretendojmë ne ta dëgjojmë tjetrin? Dhe fillojmë të dëgjojmë vetëm atëherë kur duam t'i kthejmë përgjigje tjetrit që të jemi më të fuqishëm se ata, të argumentin. Pa ky është çështja sistemike. Rri pa kohë me veten, kupto çfarë nuk shkon te ty, se gjithmonë ke një gjë për përmirësim. Pranoje këtë gjë dhe pastaj gjej mënyra se si ta rregullosh. Jo merri listat e gatshme, ajo tabela që thot zysha, implementoj, vish një kostume dhe dil në sken pastaj. Nga aty fillon e gjithë gjëja. Po gjithsesi pas kemi shpresë pra. Çdo shoqëri ka shpresë. Çdo shoqëri ka shpresë. Ne ta mbyllim me këtë mesazhin se ka rëndësi që ta mbyllim me këtë mesazh, me thënë të drejtën. Patjetër, gjithmonë ka shpresë. Unë mendoj se njeriu, në termat Aristotelit, njeriu nuk ka ardhur në jetë vetëm për veten e tij. Ka ardhur në jetë për një greater good. Edhe gjithë funksioni jonë në jetë, mendoj se qëllimi i madh i jetës sonë është kuptoj cila është kjo e mirë për cilën e kemi ardhur, një mesazh ta çojmë tutje, dhe nëse arrim ta identifikojmë këtë gjë, jam shumë i sigurt që dal nga dal gjërat do fillojnë të rregullohen. Nëse ne mendojmë vetëm për veten, po pa e dëgjuar veten, aty është fatkeqësia. Irina Myzeqari, faleminderit shumë për kohën që na kushtove. Janë biseda që nuk shterohen vetëm. Jo, vetëm në një bisedë, por ne do të kemi edhe raste të tjera patjetër. Faleminderit shumë. Bë mirë që nisëm me politikën fillimisht, se mbaruam atë fazë të rëndësishme dhe jam e bindur që pjesa pastaj ku folëm për shoqërinë ka vlerë për gjithë ne, sepse jemi pjesë. Ne natyrisht kemi predispozitën për të analizuar komunikimin politik për shkak të përditshmërisë së profesionit ton, por ndoshta edhe për shkak të lidhjes me akademinë dhe me studentët dhe këto gjenerata që po edukojmë. Shpresoj që ta përsërisim sërish bisedën. Me shumë kënaqësi, po besoj duhet të shkojmë më thellë tani për aspektet e komunikimit. Patjetër do shkojmë patjetër gjithmonë, nëse audienca e ka dëshirën për të na dëgjuar, se mbase audienca është lodhur me këtë punën e përditshme, dhe do diçka mbase jo kaq reflektive për të dëgjuar. Unë mendoj të kundërtën. Njerëzit, nëse është një sekret në komunikim, ti mund të thuash gjithmonë ato gjëra që do, po duke gjetur mënyrën e duhur se si ti komunikosh. Dhe unë besoj se në këtë orë e pak që kemi ndenjur bashkë, kemi gjetur atë regjistrin e duhur për të hapur ca dyrë. Të vogla mund të jenë, po disa i kemi hapur. Pra dhe podcastet pas kanë shpresë, duhet thënë. Këto komunikimet shumë personale që i shkojnë edhe thelluara. Shiko, podcasti sot unë e shoh si librat e mirë. Sepse sot koha nga që gjithë koha vrapon, njerëzit nuk kanë kohë ndonjëherë të ulen të lexojnë një libër të mirë. Por mund ta dëgjojnë duke ecur një bisedë të mirë. Kështu që nuk duhet të themi, çfarë kohë ka ardhur. Këto janë mediumi është mesazhi, thot me Kluani, s'duhet ta harrojmë asnjëherë, por ama fakti se ne nuk harrojmë cilësinë, pra atë produkt që po e nxjerrim cilësor, atëherë kemi bërë një punë të mirë. Kemi bërë. Okej. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet. Sepse ndonjëherë duke shar mediumin, formën, hedhim, po jo, është thjesht ne po i përshtatemi kohës dhe është shumë e rëndësishme përpos diçka të jesi kohës tënde. Se po nuk që i kohës, nuk është mirë. Faleminderit. Kënaqësi shumë.